Dhe thaj që duri kishte seriozisht që mori elektroda shumë të forta që të shpartalloi gjoksin e Alketës. Tha se ishte shaka. Dhe mbrëm Alketa Muka ka kaluar Goloti, ka kaluar përgjithësi me fuqi djegje shumë të forta elektrodash. Ku? Perfekt. Djali Zoti. Në gjithë dhe në Kapanit. Po, pse ndroj jo në organ. Se u doqëm, okej. Aventura shumë të bukur kaloj natën. Adrenalin. Po, ta e ullë rasë. E dur, të kërkoja. Dhe me qiri të kërkoja. Se me drejt nuk qa. Nuk do të gjeja me aflem. Të mbulon gjithë më nape. Po, më shumë leta. Gjithsesi. Nuk e di. Dhe të flasë seriozisht. Okej. Po jam djegur. Së nda besoj që më kanë vutur në ujë të zirë. Sa orë? 2 orë. 10 minuta që është sa për 2 orë. E kush ishte atje? Telespektator? Duri? Aple? Reta? Ediri? Jogeni? Kush jao? Jam kurioze. Vetëm Ajdi? Qajti Ajdi? Ajdi se qanë. Këtë pyetje kisha për ty Ajdi, pse qanë? Okej. Atëherë. Po. Kur qa në mëgjes më të kretja si ai filmi dhe budallën që ishte fshehur me leta. Ishte dashuruar me një djalë. Dhe i thoshte gjithmonë atij djalit, pse më dashuron, jam shumë e shumtuar. Ti se ke idenë sa të dua unë ty, i thoshte djali. A e kupton, mjaft the vetes shumtuar, i thoshte djali. Dhe ai ishte e lumtur me atë djalë. Po ishte një vajzë e shumtuar në fytyrë, në sy se më duket. E kishte trajtuar. Me pak fjalë, dhe ishte fshehur. Ishte fshehur në atë vend. Po nuk e di isha unë apo ishte filmi. Okej, kjo fragment nuk më hiqet nga mendja. Më ka ndodhur shpesh ta kujtoj këtë fragment, po mund të jetë filmi. Gjithsesi. Dhe vjen një grua dhe takon këtë budallën, si quhej budallja e lagjës. Po, e kishin vënë emrin budallja e lagjës. Çuditërisht, sepse rinte vetëm, asnjë se dinte që kishte të dashur, të gjithë e dinin që s'kishte të dashur, por ishte shumë e zgjuar. Më duket se botonte libra. Nuk e di, po më duket se shkruante. Po quhej budallja e lagjës se nuk fliste me askënd. Vetëm friksoi kur i afroheshin njerëzit. Por kishte të dashur sekret dhe ishte djalë i mrekullueshëm. Ai thoshte unë të dua shumë, më je shumtuar, por nuk je e bukur. Por ju ngjit një vajzë, dhe ajo vajza ishte me sa duket lehta. Dhe kur e kujtoi se zuri shoqe, kur e kuptoi që ishte lehta, tha ç'më bëre më i lehtë dhe filloi të qante vajza dhe nuk pati shpëtim. Nuk e di është film apo është një kujtesë apo çfarë është, nuk e di. Kjo pjesë nuk më hiqet nga mendja. Më ndodh shpesh që e kujtoj. Mjaft më zihet në ujë, mjaft më futet në valët e korrentit. Filloni të më doni. Duke u larguar nga unë për gjithmonë. Ju nuk e doni atë vajzë. Gjithë vajzat me eja që janë, nuk i keni dashur asnjëherë. Zërin të lirë, kurse doni. Nuk është macen, dhe macet nuk torturohen aq shumë. Ose s'duhen torturuar fare. Se jeni bërë të frikshëm. Mjaft torturuat. Qenit gjallës.